Territori shqiptar për datën 19 nëntor 2025 do të ndikohet nga masa ajrore të lagështa dhe të paqëndrueshme që do të sjellin mot me rreshje shiu dhe stuhi në disa zona qendrore dhe jugore. Paraditja do të paraqitet me vranësira dhe rreshje të dendura në shumë qytete, ndërsa në orët e pasdites pritet përmirësim i përkohshëm në disa zona perëndimore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 9 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 20 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 3 orë me intervale të shkurtra me diell. Era do të frymë mesatare deri e fortë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 5 deri në 7 metra për sekond, ndërsa në zonat bregdetare her pas here arrin deri në 9 metra për sekond. Deti do të jetë i trazuar me dallgëzim mesatar të lartë rreth 3 deri në 4 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 19 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 19 nëntor do të jetë në orën 6:27, ndërsa perëndimi në orën 16:17. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 13 deri në 17 gradë Celsius. Kukës, 10 deri në 14 gradë Celsius. Peshkopi, 12 deri në 15 gradë Celsius. Tiranë, 14 deri në 18 gradë Celsius. Durrës, 16 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj, 15 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan, 14 deri në 17 gradë Celsius. Berat, 15 deri në 19 gradë Celsius. Korçë, 9 deri në 12 gradë Celsius. Vlorë, 16 deri në 20 gradë Celsius. Gjirokastër, 14 deri në 17 gradë Celsius. Sarandë, 17 deri në 19 gradë Celsius.